Arratisje nga shtrati. Profeti i nderuar qe 55 vjeç kur u martua me një vajzë të re, të quajtur Aisha. Martesa e parë e profetit qe me Hadixhen, e cila pati qenë 2 herë e martuar dhe ishte 15 vjet më e madhe se ai. Profeti u martua me Hadixhen kur profeti ishte 25 vjeç dhe Hadixheja ishte 40 vjeç. Për 25 vjet me radhë, Hadixheja që gruaja e vetme e profetit në shtëpinë e tij e i lindi dhe fëmijë. Hadixheja vdiq në moshën 65 vjeçare. Pas Hadixhes, profeti u martua me një vejush tjetër, e cila quhej Sude. Pas saj, u martua me Aishen, e cila ishte një vajzë e re dhe e pamartuar më parë. Ajo erdhi drejt për drejt nga shtëpia e Teatit te shtëpia e profetit. Aisha shihte që profeti kishte marrë shumë gra, e asnjëra nuk ishte e re dhe vajzë shtëpie si ajo, por vejusha dhe përgjithsisht në moshë të madhe, madje disa prej tyre kishin edhe fëmijë. Ajo shpesh e mburrte veten e saj përballë grave të tjera të profetit. Unë jam e vetmja grua e cila nuk kam pasur burr tjetër përveç profetit. Ajo mburrej edhe për bukurinë e rinin që kishte. Kjo shpesh e mërziste profetin. Aisha priste në vetvete që me praninë e saj, profeti të mos i afrojë asnjë gruaje tjetër. Sigurisht, është e natyrshme që një burr, duke pasur një grua të re dhe të bukur, të mos u afrohet grave të tjera që janë dhe jo shumë të bukura, përveç se për të ruajtur harmoninë dhe respektin, e aq më tepër, një njeri si profet, i cili i kushtonte rëndësi respektimit të së drejtës dhe radhës së kujdo duke vendosur drejtësi. Por profeti, i cili kishte bërë martesa të shumta në bazë të ruajtjes së pastërtisë dhe të drejtësisë shoqërore e politike të Islamit, dhe jo për shkak të diçkaje tjetër, nuk bënte dallime nga këto anë dhe që nga kjo kohë e deri në fund të jetës së tij, periudhë e cila zgjati afro 10 vjet, profeti mori nëm për kujdesin e tij si bashkëshort gra që kishin mbetur vejusha, nga që burrat u ishin vrarë në luftë, apo gra të cilat për shkaqe të ndryshme kishin mbetur të vobekta dhe pa përkujdesje. Çështja tjetër, e cila e shqetësonte shumë Aishen, ishte se profeti asnjëherë nuk e kalonte natën të plot në shtrat. Nganjëherë kalonte vetëm gjysmën e saj, herë çerekun e saj, dhe më të shumtën e natës e kalonte jashtë shtratit, duke u marrë me adhurimin e Zotit dhe me këndimin e Kuranit. Një natë ishte radha e Aishes. Përpara se të binte për të fjetur, profeti la rrobën e tij dhe këpucët nën shtrat. Ra për të fjetur. Pas një farë qetësie, duke kujtuar se Aishen e kishte zënë gjumi, u ngrit me ngadalë, veshi këpucët, hapi derën dhe e mbylli atë me ngadalë dhe doli jashtë. Mirë po Aisha ishte ende zgjuar, nuk e kishte zënë gjumi. Kjo gjë për Aishen ishte shumë e habitshme. Netëve të tjera, ajo kishte parë që profeti ngrihej në mes të natës, shkonte në cep të dhomës e bënte adhurim, kurse këtë natë, që ishte radha e saj, ai doli jashtë dhome. Ajo tha me vete se duhej të mësonte patjetër se ku kishte shkuar profeti. Mos ndoshta ai kishte shkuar në shtëpinë e një gruaje tjetër, mendonte ajo. A është e mundur që profeti ta bëj këtë gjë, këtë natë që është radha ime, mendonte ajo, të shkojë në shtëpinë e dikujt tjetre? Ah, sikur të ishin të gjitha vajzat e tjera të bukura dhe të reja, e ai ti kishte mbledhur ato të gjitha bashk. Ai këtë punë nuk e kishte bërë. Ai kishte mbledhur rreth vetes një grusht grash në moshë dhe vejusha. Megjithatë, atë duhet ta mësoj patjetër se ku ka vajtur ai në këtë orë të natës, e kaq shpejt kur mua ende nuk më kishte zënë gjumi. Aisha veshi me njëherë mbulesën e saj dhe doli si hije në ndjekjet e profetit. Pa që profeti doli nga shtëpia dhe mori me njëherë rrugën drejt Bekijes, që ishte një varreze ndërtuar në cep të Medines me urdhër të profetit. Profeti shkoi tek varrezat dhe ndali aty. Aisha, e cila po e ndiqte atë, u fsheh pas një muri. Ajo pa që profeti i ngriti duart 3 herë drejt qiellit, pastaj i u fut një rrugë tjetër. Aisha ju vu sërish pas. Profeti filloi t'i shpejtonte hapat. Aisha më shpejt se ai. Profeti
filloi të vraponte, edhe Aishja ju qep nga pas me vrap. Pastaj, profeti u nis drejt shtëpisë. Aishja, si rufe, sapo e pa u turr me vrap drejt shtëpisë, hyri e para edhe menjëherë shkoi e ushtri në shtrat. Kur profeti u fut brenda, dëgjoi frymarrjet e shpejta të Aishës edhe i tha: "O Aishe, pse merr frym si ndonjë kal që ka ecur me të katra?" "Jo, s'ka gjë, o i dërguari i Zotit", u përgjigj Aishja. "Fol, se Zoti nuk më mban gjë të fshehtë", i tha profeti. "O profet, të qofsha fal", ju përgjigj Aishja. "Kur dole nga dhoma, unë isha zgjuar. Doja të dija se ku shkoje në këto orë të natës dhe të ndoqja nga pas, gjatë gjithë kësaj kohe, po të shikoja nga larg. Pse ajo hija që pash kur ktheva kokën, ti pas ke qenë?" pyeti profeti. "Po, o profeti nderuar", ju përgjigj Aishja. Profeti, duke e prekur lehtë me dorë pas shpinën e Aishen, i tha: "A thua ke kujtuar se Zoti dhe profeti i tij po të bëjnë pa drejtësi ty dhe të drejtën tënde ja japin dikujt tjetre? O profeti nderuar, atë gjë të cilën njerëzit e mbajnë të fshehtë, e di Zoti edhe të gjitha t'i zbulon ty?" pyeti Aishja. "Po", u përgjigj profeti. "Shkaku që shkova sonte në Varreza ishte meleku i Zotit Xhebraili. Ai erdhi e më thirri fshehtas teje. Unë ju përgjigja dhe e mbajta të fshehtë përgjigjen time për ty. Duke menduar që ty të kishte zënë gjumi, nuk doja të zgjoja. Më duhet të them që për marrjen e zbulesës së Zotit duhet të jem vetëm. Përveç kësaj, pata frikë se mos trembesh. Gjithashtu, kjo ishte edhe arsyeja pse u ngrita e dola ngadalë prej dhome. Meleku i Zotit më dha urdhër që të shkoja në Varreza dhe të kërkoja falje për të vdekurit. O profeti i Zotit, tha Aishja, në qoftë se unë dua të kërkoj falje për të vdekurit, çfarë duhet të them? Thuaj, paqja qoftë mbi banorët besimtar e prej myslimanëve. Allahu i mëshiroft të parët e të fundit. Vërtet, inshallah, jemi do të vijmë pas."